Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonte në episodin e radhës në podcastin ton, e ftuar përsëri Estera Skana. Mirësere Estera. Mirësëgjeta profesor. Unë dua ta filloja bisedën me ju. A është e mundur që të jesh ambicioz në jetë dhe ta lidhësh këtë ambicien tënde me besimin dhe me fenë? Të them të drejtë profesor, unë mendoj që feja dhe ambicia janë dy rrugë që po t'i ndërthurosh bashkë me shumë sukses. Përgjithsisht njerëzit e shohin pjesën e fesë dhe pjesën e ambicës si dy vija paralele që nëse ti je përkushtuar ndaj rrugës akademike ose profesionale apo zgjedh disa suksese të kësaj natyre që përkasin kësaj bote, ti je shkëputur nga feja. Por nuk mendoj fare që qëndron kështu dhe studentët e hasin shpesh në universitete, në ambientet e tyre, sidomos kur janë në fillime, sepse është gjithmonë e paragjykimi që se këta janë prapa mbetur, është pjesa e besimit që i lën mbrapa, dhe nuk e kuptojnë që ajo çfarë neve besimi na jep, është thjesht një busull morale që ne mbajmë në dorë. Por kundërzi besimi është forca më e madhe që njeriu të arrijë sukses në jetë. Pra veçohet besimi në diturinë, për kushtimin tek dituria, pra tek leximin, tek morali, tek mbështetja ndaj Zotit. Pra një person i cili mundohet ta lidhë jetën e tij me besim, ai mund të arrijë ambiciet e tij. Çdo lloj projekti që e ka në jetë mund të arrijë të gjitha me mbështetje tek Zoti i Gjithësisë. Gjithmonë po themi projekte, po ambicia të jetë tek formuar tek morali, tek besimi, apo tek përfitimi i njerëzve ndaj projekteve të tij. Po sepse ti di derisa mund shkosh për sot momentin që ti e ke këtë busull morale që feja të jep, sepse ti nuk është se garon për ego, por garon për një vlerë në fund ditës. Dhe për të shërbyer njerëzve. Nuk është se garon për pjesën e të kërkoj një sukses, të kem më shumë titulla, ma ti je në ndjekje të dobis. Po patjetër, edhe ego e personit rritet bashkë me suksesin e tij. E njeriu do të ketë ego për të arritur diçka, por në fund fare nuk ose arrin gjithçka për veten e tij, por i shërben njerëzve për hatën e Zotit që të marrë shpërblim me këtë botë, por qëllimi i kush është bota tjetër. Dhe çfarë do lloj pune profesor që ne bëjmë, se gjithë kemi profesione të ndryshme, jemi të angazhuar në projekte të ndryshme, ne kemi shumë qartë qëllimin në mendje që ne dim për kë punojmë, sa mund shkojmë dhe në fund ditës e kuptojmë që puna që bëjmë është i përgjegjësi. Dhe ne është amanet dhe ne punojmë me ndershmëri, punojmë me përkushtim, që kjo gjë neve nuk na lën absolutisht mbrapa, përkundrazi, unë kam përshtypjen që modeli më të mirë dhe na bën ndër punonjësit dhe studentët më të dalluar kudo që jemi. Dhe ky është qëllimi i vetë. Pra një besimtar i mirë do të jetë i dallueshëm kudo që është, në profilin e tij, në aftësinë e tij dhe kontributin që ai jep. Estera, çfarë veçon ti gjatë rrugtimit tënd me forumit në muajin Ramazan? Çfarë ke diçka të veçantë që ke përfituar ti? Unë jam bërë pjesë e forumit në 2020, kurse kisha nisur edhe universitetin dhe atëherë ka qenë ajo pjesa e koronës që neve na mbylli pak. Ama në vitin e dytë të universitetit që ka qenë 2021-2022, kemi pasur një bumë shpërndarjesh gjatë Ramazanit, kemi pasur shpërndar mira pako në gjithë Shqipërinë. Dhe realisht ka qenë një ndër eksperiencat më të bukura që unë kam përjetuar në jetën time, jo vetëm në jetën time studentore. Në çdo qytet ishe gati të vijë. Po, sidomos në Dibër. Sidomos në Dibër, kishim më pak angazhim profesorë në pjesën e punës dhe kishim vetëm shkollën dhe ja bënim vendin pjesës shpërndarjeve sepse realisht ishte një disiplinë. Në momentin që ne vinim, ishim që gjitha xherushëm, ishim grupe të mëdha që shpërndanim dhe qëndronim gjatë gjithë ditës në rrezet diellit, agjerueshëm, duke shpërndar mira pako në qytete ndryshme Shqipërisë, Rruga, Lodhja. Por ka pat dhe i mundësi nga ana juaj që gjatë autobusit ose furgonit ngjoshit tema fetare. Po, ti profesor, më që merre mikrofonin në takimet tona që kishim iftare, kishte mundësi dhe biseda për të diskutuar. Ka qenë një rrugtim, domethënë që në fillim të ditës kur ne niseshim, bënim mjetin, pse po e bëjmë këtë vepër, si do e vazhdojmë rrugën, ishte një plan i organizuar me detaje, me gjitha pakot, ama nuk mungonte as një moment elementi fetar që ne mësonim nga ajo dhe kur janë grupe profesor studentësh, sikur e ndjen më shumë atë pjesën sepse ti mëson në mënyrë kolektive, edhe organizimi është bërë në mënyrë kolektive, është më ndryshe se kur je individ vetëm. Po patjetër. Një ndër gjërat që unë veçoj më shumë profesor kur bënim iftaret, edhe na ke pas thënë një herë që një nga qëllimet e iftareve është që shih se ne po mblidhemi edhe jemi bashkë sa jemi në fund ditës, jo për të mburrur, por për gjetur mbështetje tek njëri tjetri që jemi shumë si komunitet. Pra, iftaret normalisht nuk ose njerëzit sot kanë nevojë për ushqimin nuk kanë mundësi më ushqyer. Për iftarin në parim është të mblidhen njerëzit, kanë atmosferën e iftarit dhe të adhurojnë Zotin gjithë bashkërisht. Pra ti marrë dhe shpërblimin
e atij që agjeron, pa ju paksu atit duke u dhënë ushqim. Pra kjo është edhe thënie profetike që profeti alayhis salam e nxit dhënien e iftarit. Po njëkohësisht ne kemi nevojë dhe si shoqëri që ta ndajmë me njerëzit ose ta fusim si traditë të bëjmë iftar nëpër shtëpia, në mënyrë që njerëzit ndihen ngrohtësinë e muajit Ramazanit. Mund të aktivizojmë lidhjet farefisnore që kemi shkëput me vite. Normalisht si e vetëm, pra ti ke nevojë që me padh që ka dhe të tjerë që ndihen këtë rrugë. Kështu që një nga gjërat që ne kemi pas pra mas shpërndarjes ne kishim iftarin në fund fare, dhe kjo ka qenë dhe i modeli që për t'i thënë studentëve që nuk është thjesht nevoja e ushqimit, por më tepër është nevoja e atmosferës që krijohet. Jemi bashkë në fund ditës. Që kanë vazhduar këtë projekte jo vetëm pas shpërndarjeve, por edhe organizime në ditë normale të Ramazanit, ku mblidheshin për iftare me studentët, me ish studentët, që gjithë bashkë. Unë pata kënaqësi që ishte sonte me ne. Zoti shpërblev që ndave këto përvoja dhe shpresojmë që ky muaj Ramazanit të pranohet tek Zoti i gjithësisë dhe të jetë dhënë mesazhe të duhura dhe për studentët që shikojnë këtë episod. Zoti shpërbleft. Faleminderit profesor, shumë faleminderit për ftesën, dhe gjithmonë kënaqësi për mua që të vi këtu përballë teje dhe shpresoj të dëgjohemi prapë. Zoti shpërbleft. Faleminderit.